تعلم على العلماء حتى تعرف الإسلام صحيحا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، gjithë lavdia takon vetëm Allahut, ata e falenderojmë, ata e lavdërojmë dhe i shprehim lavdi, prej tij kërkojmë ndihmë, prej tij kërkojmë falje, kërkojmë mbrojtje tek Allahu nga e keqja e vetes sonë dhe nga të këqijat e veprave tona. Ka udhëzon Allahu s'ka kush e devion dhe ka devion Allahu s'ka kush e udhëzon. Dëshmoj se nuk ka të adhuruar të drejtë përveç Allahut një, i cili nuk ka ortak dhe nuk ka rival, dhe dëshmoj se Muhamedi është rob dhe i dërguar i tij. Salavatet dhe selamet e shumta të Allahut qofshin për të, për familjen e tij dhe të gjithë shokët e tij, si dhe të gjithë ata që e ndjekin udhën e tyre deri në ditën e gjykimit. Mëtej, o Zoti ynë, ti je i lartësuar dhe i pastër nga çdo emet, ne nuk dim asgjë pas asaj që na ke mësuar ti, në të vërtetë ti je i gjithdituri, i urti. O Allah, na bëj të dobishme atë që na ke mësuar, na mëso atë që na bën dobi, na shto diturinë, na përmirëso gjendjen tonë të tërësi dhe mos na lër të mbështetur në vetët tona asnjë çast. Vazhdojmë me leximin e librit Rawdatul Uqala, kopshti i të mençurve, nga autori Abu Hatim Muhammad ibn Hibban at-Tamimi al-Busti, i cili ka vdekur në vitin 354 të Hijretit. Allahu e mëshiroft dhe e falt atë, na falt ne, prindrit tan, mësuesit tan dhe të gjithë muslimanët dhe muslimanet, besimtarët dhe besimtarët, të gjallët dhe të vdekurit. Në vazhdim të temave të librit kemi arritur te tema numër 43, ku thot autori rahimahullah: dhikru zajri an tarki qabul al-hadaya min al-ikhwan. Do të çortimi ose ndalimi i ashpër. Kemi përmendur se fjala zajr, do të thonë jo vetëm nehi, ndalim, por ndalim i ashpër. Thot pra ndalim i ashpër për mos pranimin e dhuratave nga vëllezërit. Thot kjo është tema që tregon se dhurata duhet pranohet, pasi dhurata është shkak për shtimin e dashurisë dhe për afrimin e zemrave mes njerëzve. Ka thënë pejgamberi sallallahu alejhi wasallam: tahadu tahabbu, do thotë jepni dhurata njëri tjetrit që të duheni më shumë. Edhe kjo është, domethënë, dhënia e dhuratave ose shkëmbimi i dhuratave është një rrugë për përforcimin e lidhjeve shoqërore mes vëllezërve musliman, për përforcimin e lidhjes së imanit. Domethënë, ky është një shkak për shtimin e kësaj lidhjeje, edhe prandaj është diçka që preferohet shumë. Dhe kur ofrohet dhurata, pa marrë parasysh se çfarë është, sa është vlera e saj, është obligim të pranohet. Kur e sjell ai dhuruesi, vllai yt ta ka sjell dhuratën, domethënë është se është vlerësim dhe është domethënie se të ka kujtu, ka mendu për ty. Domethënë kjo është argument se mendon për ty dhe të do. Për këtë shkak, te dhurata do thotë mjafton ky kuptim. Vetëm çështja do thotë e mendimit për të dhuruar, dhe nuk duhet njeriu ta vlerësoj çmimin e dhuratës ose vlerën e dhuratës edhe ta refuzoj, domethënë duke nënçmuar atë që mendon ai se nuk është shumë e vlefshme, si mendon se unë meritoj më shumë. Do thotë domethënia e dhurimit është shumë e madhe, edhe prandaj për këtë shkak është obligim që të pranohet dhe mos refuzohet. E ka sjell këtu hadithin me zinxhirin e tij, ka thënë: haddathana Muhammad ibn Salih at-Tabari قال حدثنا عبد الله بن عمران الأصبهاني بالري قال حدثنا يحيى ابن ضريس قال حدثنا سفيان الثوري قال عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله قال قال النبي صلى الله عليه وسلم. مثلا me këtë zinxhir pra transmetohet nga Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, i cili thot se ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: ajibu ad-da'i wala taruddu al-hadiyya wala tadribu al-muslimin. Ka thënë
përgjigjuni ftesës ose atij që ju fton. Mos e refuzoni dhuratën dhe mos i goditni muslimanët ose mos i rrihni muslimanët. Thot këtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, hadithi është sahih, e ka transmetuar Imam Ahmedi dhe Buhariu në Al-Adab al-Mufrad dhe të tjerë, dhe Sheikhul Albani thot se është sahih. Thot këtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i jep këto 3 porosi të rëndësishme për kujdesin mes muslimanëve. Porosia e parë ose urdhri, dhe urdhri pejgamberit sallallahu alaihi wasallam nënkupton obligim. Pra urdhri i parë është ejibu ad-da'iya, do të thonë përgjigjuni ftuesit. Përgjigjuni, do të thonë shkoni aty ku ju ftojnë, dhe qëllimi është sipas do të thonë mendimit unifikuar dietarëve, nëse ftohesh për dasëm ose për uelimen e martesës, atëherë është obligim. Kurse për çështje tjera ka ihtilaf. Dhe e dyta që është më e fortë në këtë kuptim, është gjithashtu ftesa për akika. Do të thonë këto të dyja nuk duhet njeriu t'i refuzojë, pra e ka obligim t'i përgjigjet. Edhe kjo është prej hakut muslimanit ndaj muslimanit, ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Do të thonë obligimi që e ka muslimani ndaj muslimanëve të tjerë. Nëse të thret, të fton, ti përgjigjesh. Dhe do të thonë për dasëm, për uelimen e martesës dhe për akika, më shumë janë prej dietarëve që thonë, kurse për ftesat tjera ka ihtilaf. Pra përgjigja e ftesës është obligim, përveç nëse në atë vend ku i ftuar ka diçka që e kundërshton urdhrin e Allahut subhanahu wa taala, ose aty ka shkelje të ndalesave të Allahut. Do të thënë nëse thirrësh në një vend ku ka harame, përzierje për shembull mes dy gjinive ose muzikë ose diçka të ngjashme, ose pirje të alkoolit e të tjera, do të thonë atëherë nuk është obligim, përkundrazi është e ndaluar që ti përgjigjesh edhe të shkosh në atë vend, përveç me qëllim të ndalimit të keqes. Nëse njeriu ka fuqi dhe autoritet, edhe mundet prezenca e tij me ndalu atë të keqe, atëherë përgjigjet, përndryshe jo. Dhe nëse nuk ka haram, atëherë është obligim përgjigja, përveç nëse njeriu ka me të vërtet ndonjë arsye të fuqishme, për shembull ka qenë paraprakisht i planifikuar për dikund, ose ka ndonjë udhtim, ose është i thirrur më herët dikund tjetër, ose ka ndonjë smundje për shembull, edhe gjithashtu prej hakut muslimanit kemi folë më herët është edhe të pranohet arsyetimi. Kur e shfaq vllai jot musliman arsyetimin, gjithashtu është obligim ti pranohet. Domethënë kjo është e para, urdhri i parë, përgjigjuni ftesës. Wala taruddul hadiya, dhe mos e refuzoni dhuratën. Do të thënë siç tham, dhurata është shkak për shtimin e dashurisë dhe lidhjes, edhe njeriu që ka menduar për ty që të ta sjellë dhuratën, do të thënë ka shpresë në afrimin e lidhjes me ty. Edhe refuzimi i asaj dhurate shkakton prekje të rand, pa marrë parasysh, do të thënë sa është vlera e dhuratës. Nuk duhet shikohet aspekti i vlerës dhuratës, po vlera e aktit të atij dhuruesit duhet të vlerësohet. Edhe, do të thënë, pranimi i dhuratës sipas kësaj është obligim, përveç disa raste ku ka ndaluar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam gjithashtu të pranohet dhurata. Edhe ajo është ka ndaluar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhuratat e nëpunësve. Do të thënë ata që janë në punë të shtetit, që janë të caktuar për shembull gjykat ose ndonjë çështje tjetër, ose për mbledhjen e zeqatit, ata në punës, nuk lejohet ti pranojnë dhuratat. Do të thënë kanë haram pranimin e dhuratës. Edhe kjo, do të thënë, kanë thënë dietarët se vlen edhe jashtë, do të thënë pjesës punës, jashtë orarit punës ose jashtë çështjes me të cilën merret, për shembull, edhe nëse nuk ka të bëjë me atë njeriu, për shembull, ndonjë gjykim për atë njeriu, por ai kur caktohet në një pozitë të tillë, atëherë nuk duhet t'i pranojë dhuratat prej njerëzve. Po ashtu edhe diçka që është haram, edhe pse quhet me emrin e dhuratës, për shembull siç është ryshfeti, edhe njerëzit vjen, thotë një dhuratë të vogël ose pije një kafe ose kështu,
edhe pse e quhen dhurat, ajo është realiteti, do të thonë duhet shikohet. Nëse është rishfet, është haram të pranohet, se ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, la'ana Allahu ar-rashi wal murtashi. Do thotë Allahu e ka mallkuar dhënsin e rishfetit dhe marrësin e rishfetit. Janë të mallkuar dhe kur ka mallkim, do të thonë se është prej mëkateve më të mëdha. Dhe edhe pse quhet me emrin dhurat, nuk lejohet të pranohet. Përndryshe, nëse është jashtë këtyre rasteve, atëherë është obligim të pranohet secila dhurat që e sjell vllai musliman. Ose për shembull ka edhe përjashtim nëse është dhurat për ndonjë festë të kufrit ose për ndonjë festë që është bidat, do të thënë në Islam, diçka që është e ndaluar të festohet, edhe jepen dhurata për atë festë, atëherë gjithashtu është obligim që muslimani t'i refuzoj. Do të thënë, pra puna është te pranimi ose refuzimi dhuratës, duhet shikohet domethënia pas asaj dhurate, dhe jo vetë dhurata. Do të thënë nuk shikohet vlera e dhuratës, po shikohet domethënia që e sjell ajo dhuratë. Pastaj e treta që ka përmendur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ka thënë wala tadribul muslimin, do të thënë mos i goditni muslimanët, mos i rrihni muslimanët. Pra është e ndaluar në përgjithësi goditja padrejtësisht ndaj muslimanit ose do të thënë goditja pa ndonjë shkak është haram. Edhe kjo përfshin të gjitha llojet, edhe madje edhe asaj që i thojnë sport. Do të thënë nëse duhet të goditet dikush fizikisht, do të thënë përdoret dhunë ndaj dikujt, nuk lejohet ndaj muslimanit asnjëherë. Edhe prandaj kanë përmendur këtu dietarët se këtu në këtë ndalesë të përgjithshme hyjnë edhe gruaja dhe fëmijët. Do të thënë edhe ata janë prej muslimanëve në përgjithësi, megjithse aty ka edhe hak edhe më të madh. Do të thënë se nuk lejohet goditja e tyre dhe përveç për shkak të edukimit ose disiplinimit, dhe kjo ndalesë do të thonë që goditja është ilaçi i fundit, ku nuk ka zgjidhje tjetër. Do të thonë përdorimi i dhunës është ilaç kur nuk ekziston asnjë ilaç tjetër. Nëse nuk ka mundësi me këshill ose edukim ose përkujtim dhe të tjera metoda, do thotë, dhe nuk ka zgjidhje tjetër përveç se përdorimi i dhunës, do të thënë në një rast është i pëlqyer, do të thotë ka mundësi të shfaqet ndonjë devijim i rënd te fëmia, edhe atëherë nuk ka rrugdalje përveç se do të thënë rrahja, atëherë përdoret. Mirë po, gjithashtu edhe kjo ndalesë në këtë hadith tregon se kjo rrahje që është me këtë qëllim duhet të jetë do të thënë e lehtë në realitet, dhe mos larë gjurmë. Mos flasim që të bëjë ndonjë dëm. Do të thënë mos t'i lërë as shenja atij fëmijës për shembull ose gruas në rastin e domosdoshmërisë. Do të thënë i thuhet darb ghair mubarrih, do të thënë goditje që nuk lë shenjë. Do të thënë kemi fol në raste të tjera për këtë. Qëllimi i hadithit këtu është, do të thënë tema, ndalimi i refuzimit të dhuratave. Thot autori rahimahullah, zajara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi hadha al-khabar an tarki qabul al-hadaya bayna al-muslimin. Do të thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në këtë hadith ka ndaluar mos pranimin e dhuratave mes muslimanëve. Prandaj njeriu e ka obligim kur t'i bëhet një dhurat ta pranojë atë dhe mos e refuzoj. Pastaj e ka, do të thënë që ta kthej dhurimin në masën e njëjtë, do thotë nëse ka mundësi edhe t'jape edhe dhurat në anën tjetër, do të thonë siç ka qenë suneti pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Çdo herë kur dikush i ka dhuruar diçka, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka dhënë dhurat të njëjtë, të ngjashme, do të thonë, ose më të mirë se ajo që ja ka dhuruar. Edhe wa yashkuru alaiha, edhe ta falenderoj dhuruesin. Pashtu kjo është pjesë e kthimit, do të thënë me të mirë, falenderimi, mirënjohja, nëse s'ka njeriu mundësi t'jape diçka materiale, do të thënë dikush i sjell atij dhurat dhe nuk mund t'i jape ky dhurat tjetër, atëherë falenderimi i mirë,
mirënjohja e mirë, duaja për ta, se ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, men sana'a ilaykum ma'rufan fakafi'uhu. Do të thënë kush ju bën një të mirë, atëherë kthejani atë me të mirë. Dhe nëse nuk keni mundësi, atëherë lutuni për ta. Pra thuni, Allahu ta shpërbleft me të mira, se kjo është, do të thënë kjo është shpagim për bamirësinë e bërë. Dhe thot autori rahimahullah, është e pëlqyer që njerëzit ta përdorin këtë dhënien e dhuratave për të vëllezërit, sepse dhurata sjell dashuri dhe e largon gjithashtu mosmarrveshjen ose zemrimin që është në zemra. Nëse ekziston diçka pakënaqësi mes dy palëve, ky dhurimi është që e largon këtë pakënaqësi. Pastaj thot me zinxhir, domethënë transmeton nga Abdul Malik ibn Rifa'a al-Fahmi se ka thonë al-hadiyatu huwa as-sihru adh-dhahir. Domethënë dhurata është magji e dukshme. Domethënë me të vërtet, pra siç ekziston prej magjisë që është totalisht haram në Islam dhe është prej rrugëve të kufrit. Domethënë është kufër magjia, që thuhet sihru al-atf, domethënë magjia e afrimit. Këtë përdorin disa njerëz dhe me keqardhje të madhe, ata magjistartë dhe njerëz të devijum i thonë kësaj magji e bardhë, sigur është e mirë. Kurse magjia për largim, sihru sarf, e quajnë magji e zezë. Dhe nuk është ajo në Islam, nuk ekziston magji e bardhë ose e zezë, e gjithë magjia është e keqe, edhe është kufër. Do thotë pa marrë parasysh për çfarë qëllimi bëhet. Mirë po, si shprehje, pra ka thënë është magji e dukshme. Pra nuk është sihr, haram, por e bën këtë ndikim çuditshëm që dhurimi i dhuratave bën zemrën që të afrohet. Sigur ajo që përmendëm. Pastaj thot autori rahimahullah, mirë, transmeton nga Sufjan al-Thauri, thot se kur Ebu Hanifja filloi të mbajë mësime, atëherë një njeri që quhet Musawir al-Warraq ka qenë, ka thënë disa fjalë, domethënë disa poezie kanë përdorur këtë, edhe sharja ose ofendimi me poezi ka qenë shumë i fuqishëm, domethënë shumë ndikues. Ka thënë disa vargje që e ka shah Ebu Hanifën. Pastaj thot kjo fjalë ka arritur Ebu Hanifës, edhe ai ka marrë një pjesë të pasurisë, edhe ja ka dërguar si dhuratë këtij Musawir al-Warraqut. Atëherë kur i ka arritur kjo pasuri, ka filluar ta lëvdoj me poezi. Pra ka thënë, kunna min ad-dini qabla al-yawmi fi sa'a, hatta bulina bi ashabi al-maqayisi. Domethënë ishim rehat në fe, domethënë ishim çdo gjë në rregull e kishim në fe, derisa u sprovum me këta njerëz të qiyasit, domethënë të analogjisë. Qaumun ijtami'u sahu ka'annahum tha'alibu dabahat baina an-nawawisi. Domethënë këta janë njerëz që janë mbledhur edhe fillun të bërtasin ose të ulurin si dhelprat. Domethënë, pra ka thonë se këta njerëz të qiyasit, ashabul qiyas, domethënë Ebu Hanifja dhe nxënësit e tij, me këto vargje i ka shah. Kur i ka dërguar dhuratë Ebu Hanifja, atëherë e ka marrë këtë pasuri edhe ka thonë, idha men nasu yawman qayasuna bi'abidatin min al-futya tarifa ataynahum bimiqyasin sahihin musibin min tirazi Abi Hanifa. Domethënë nëse njerëzit domethënë debatojnë me qiyas, me këtë analogji, atëherë ne i përgjigjemi me qiyas të fuqishëm, si qiyasi Ebu Hanifës. Domethënë atëherë ka pas dashuri për Ebu Hanifën. Thot idha sami'a al-faqihu bihi wa'aha wa athbataha bi hibrin fi sahifa. Domethënë kur e dëgjon njeriu i faqihu qiyasin e Ebu Hanifës, e kupton mirë edhe më njëherë regjistron në libër. Thotë kjo është një shembull se si ndikon dhe si vepron dhurata. Për këtë shkak
do të thënë pasi e përmendëm në fillim që duhet pranohet përveç nëse kuptimi i dhuratës është i keq, është një prej këtyre formave që nuk lejohet t'i pranojë njeriu dhuratat është dhuratat që vijnë nga njerëzit e bidatit dhe devijimit, sepse zemrat janë të dobta, edhe më njëherë anojnë ka bamirësia, si do të përmendet këtu, do të thënë bamirësia është gjueti e zemrave. Edhe prandaj duhet njeriu ta mbrojë fenë e tij dhe mos pranoj dhurata prej njerëzve të devijimit, njerëz kufrit, njerëz të bidatit, po gjithashtu edhe prej njerëzve që janë me pozitë të fuqishme, edhe ka mundësi, do të thënë kanë ndonjë devijim, pra duhet të largohet prej tyre. Pastaj ka thënë një poezi që ka thënë Al-Kurajzi, innal hadiyata hulwatun kas-sihri takhtalibu al-quluba. Do të thënë dhurata është e ëmbël. Kjo është sqarim për mirësitë e dhuratës, që duhet t'i ketë parasysh muslimani, që të bëjë dhurata dhe gjithashtu kur i vinë t'i pranoj. Ka thënë dhurata është e ëmbël dhe është i tërheq zemrat si magjia. Tudni al-ba'ida min al-hawa hatta tusayyiruhu qariba. Edhe e afron atë që ka qenë i largët, do të thënë ndjenja, pra ti e ke ndjerë si të largët, kur jep dhurata e bën të afërt. Wa tu'idu mudghan al-adawati ba'da bughdatihi habiba. Edhe gjithashtu e bën e kthen, do të thënë atë që e ke pasur në zemër, do të thënë prej armiqësisë, atë që e ke ndjerë si armik në zemër, kur t'jep dhurat, do të thënë e bën të dashur. Tanfis sakhimata min dhawi ash-shahna'i wa tamtahiqu adh-dhunuba, do të thënë i largon ato smundjet e zemrës, pra mendimet e këqija, i largon prej zemrës dhe gjithashtu i pastron gjinahet. Do të thënë dhurata në përgjithësi është vepër e mirë edhe është shkak për faljen e gjunaheve, pasi kur e bën njeriu për hir të Allahut, për ta arritur kënaqësinë e Allahut, duke shkaktuar këtë afrimin mes zemrave të muslimanëve, atëherë i falen gjunahet. Pastaj transmeton autori rahimahullah me zinxhirin e tij nga Ismail ibn Aban. Edheni se kemi përmendur shumë herë fillimin e zinxhirit që thot për shembull akhbarana al-Husain ibn Ishaq al-Asbahani bil-Karaj. Do të thënë na ka treguar Husain ibn Ishaq al-Asbahani në Karaj. Edhe thamë se i kanë thënë Karaj ose Karajistan, i kanë thënë Gjorgjis, pra që shihet udhëtimi i tij i shumt i autorit rahimahullah, këtë kemi thënë nga fillimi. Pastaj vazhdon me zinxhirin nga Ismail ibn Aban, thot balagha al-Hasan ibn Umara an al-A'mash yaqa'u fihi. Do të thënë i ka arritur balagha al-Hasan ibn Umara, do të thënë i ka arritur këtij Hasan ibn Umara se Ameshi flet kundër tij. Atëherë i ka dërguar atij dhurat, do të thënë shumë rroba, veshje të shumta, do të thënë ndonjë paqet me rroba. Dhe kur pas kësaj ka filluar Amesh ta lëvdojat, edhe i është thonë si kështu, njëherë ke sha tani e lëvdon, ka thonë inne Khaythama haddathani an Abdillah. Pra thot më ka treguar Khaythama, ka transmetuar nga Abdullah ibn Mas'ud, se ka thonë innal quluba jubilat ala hubbi man ahsana ilayha. Do të thënë zemrat janë të krijuara në atë mënyrë që e duan atë që i bën mirë. Janë të krijuara që ta duan bamirësin. Wa bughdi man asaa ilayha, dhe ta urrejnë atë që u bën keq. Do të thënë kështu është natyra e zemrave. Po ashtu kjo është transmetuar edhe si hadith nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, mirë po nuk është sahih. Pastaj thot autori rahimahullah, qala lana, po unë harrova këtu, ishte qëllimi se këtu ka thënë te ky zinxhir që e përmendëm. Thot na ka treguar Husain ibn Ishaq al-Asbahani në Karaj dhe Ibrahim ibn Muhammad ad-Dastawai në Tustar.
Do të thënë, në këto dy qytete kam mësu nga këta dy dietar dhe të dy kanë thënë zinxhirin e njëjtë, do të thënë Muhammed ibn Ubaydillah deri këtu siç e përmendëm. Thot autori pastaj, qala lana hadhani shaykhan, do të thënë këta dy shejkha na kanë transmetuar këtë hadith gjithashtu nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Mirë po unë mendoj se nuk është i saktë, do të thënë, pra hadithi është si fjalë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është i dobët, por është si fjalë transmetuar nga Ibn Mas'ud se zemrat, edhe kjo është një realitet që shihet, se zemra e secilit është e atill që e do atë që i bën mirë, edhe urren atë që i bën keq. Pra thot, njerëzit janë të krijuar ashtu që të duan pamirësinë dhe të urrejnë shqetësimin ose dëmtimin dhe ta kenë bamirësin, ta kenë të dashur, kurse keqbërësin ndaj tyre, do thot, ta kenë armik. Prandaj njeriu i mençur e përdor këtë me njerëzit, do të thonë i dërgon dhurata njerëzve sa të ketë mundësi që ti tërheq zemrat e tyre dhe ta fitoj dashurinë e tyre. Dhe po ashtu asnjëherë nuk i refuzon dhuratat e tyre, do të thonë që mos e fitoj urrejtjen e tyre. Do thotë nëse ta sjell dikush dhuratën edhe ja refuzon edhe thotë çka është kjo, patjetër se shkakton urrejtje. Pastaj kanë transmetuar, e ka përmendur këtë poezi nga Al-Abrash, se ka thënë hedaya an-nasi ba'dihim li ba'din tuwallidu fi qulubihim al-wisala wa tazra'u fi ad-damiri hawan wa widdan وتكسوك المهابة والجلال مصائد للقلوب بغير بعث وتمنحك المحبة والجمال. Do thot, dhuratat e njerëzve për njëri tjetrin sjellin në zemra lidhje, pra i afrojnë zemrat dhe i ngrohin me njëri tjetrin dhe mbjellin në shpirt, do të thënë dashuri, dhe gjithashtu t'japin ty respekt dhe madhrim kur ju jep dhurata njerëzve. Dhe janë mesaid lil qulub, do të thënë janë si gjueti për zemrat. Bi ghayri ba'thin, pa e lësu, do të thotë pa e dërgu qenin për shembull zagarin ose pa e lësu si gjetën, do të thënë kur i lëshon këto, i dërgon dhuratat, do të thënë i kap zemrat e njerëzve dhe gjithashtu këto dhuratat japin dashuri dhe bukuri. Pastaj transmeton autori rahimahullah nga Muhammed ibn Sirin se ka thonë kanu yatahaduna ad-darahim fil juwaliqat wal atbaq. Do të thonë më përpara njerëzit i dhuronin njëri tjetrit edhe para, do të thonë dirhem në qese ose në ejn, për shembull, në ejn që i kanë bërë për mbajtjen e pasurive, i kanë dhënë njëri tjetrit, dhe kjo është prej llojeve të dhuratave. Thot autori Abu Hatim, Muhammed ibn Hibban, thot i mençuria ka obligim që ti përdor ato rrugë që e detyron koha dhe do të thënë ti i kënaqur me caktimin e Allahut subhanahu wa taala, mos ta dëshiroj që të ketë qenë ndryshe ajo që e ka furnizuar Allahu, do të thënë mos ketë thotë më mirë mos kishte ndodhur kështu ose të më kishte ndodhur ashtu, pra nuk duhet njeriu i mençur ta bëjë këtë. Dhe do të thënë ti i kënaqur me atë që e ka, qëllimi është. Si është thënë më herët. Dhe thotë gjithashtu, edhe nëse ka diçka që ka vlerë të vogël, ka pak diçka në posedimin e tij, nuk duhet të mendoj se zban me shpenzu këtë, sepse është e pavlefshme, ose i duket pak. Do të thënë nëse sheh një projekt të mirë që i bën dobi muslimanëve, do të thënë nëse është duke u ndërtuar një xhami, edhe dikush jep, për shembull, i përmendin me keqardhë, do të thënë ata njerëz që duan grumbullimin e pasurive, i përmendin ata që kanë dhënë shumë. Edhe kjo i bën disa herë ti shkurajoj ata që nuk kanë aq shumë. Do të thënë vjen dikush thotë filani ka dhënë 100.000, edhe ai kur e sheh në vetvete ka vetëm 10, për shembull 10 euro i ka. Thotë çfarë dobi e bën. Pra thotë nuk duhet ta nënçmoj
atë që e ka, por ta shpenzoj për hir të Allahut, edhe për të dhënë dhuratë gjithashtu. Mos mendoj se kjo është dhuratë e vogël, ai ka pozitë të madhe, çfarë vlere ka unë t'ja dërgoj, t'ja jap ose t'ja dërgoj këtë dhuratë. Pra nuk duhet mundohet, pra e gjithë fjalia konteksti është, njeriu duhet mundohet për fitim të mirë, halal. Por nëse Allahu i ka caktuar që të ketë pak, nuk duhet të dëshpërohet, edhe të thotë sikur të kisha pas ose. Por edhe me atë pak që e ka, nuk duhet ta nënçmoj, po ta shpenzoj, ta ofroj, domethënë pa e nënçmu atë mundësinë e tij. Se thotë nëse vazhdon kështu, ti duket ajo që mund ta japë, i duket e vogël, atëherë kjo i sjell kopraci. Dhe një herë, dy herë, njeriu thotë unë kam pak, pse t'jap? Atëherë dikur edhe nëse pasurohet, mësohet me këtë rrugë dhe bëhet koprac. Dhe thotë nëse dikush nënçmon diçka, nuk e jep. Pastaj edhe kur të ketë shumë, te aja është gjendja njëjtë. Si pat shumë ose pak, atëherë do të bëhet njësoj. Pastaj transmeton nga Asma'i, thotë shkuam te Kehmes el-Abid, do të thënë ky njeri që ka qenë adhurues, dhe na solli 11 hurma. Dhe i thonë busra, do të thënë kjo hurma, duke në periudhat ndryshme të zhvillimit, ka emërtime të ndryshme. Dhe kur rritet, plotësohet, bëhet e kuqe, përpara se të fillojë të zbutet. Do të thënë, në atë kohë ka një shije të ëmbël, mirë po nuk është njësoj si kur është zbut kështu, siç i dini hurmat. I thonë busër në atë kohë kur është, do të thënë, akoma e fortë. Edhe ka pas 11 hurma të këtilla. Vetëm 11, do të thënë i kanë ardhur musafirët, ai ka pru 11 hurma. Edhe ka thënë hadha al-juhdu min akhikum. Do të thënë kjo është çka ka vllai juaj. Do të thënë këtë e kam, pra këtë ju ofroj. Wallahu al-musta'an, ka thënë. Do të thënë kjo tregon bujarinë e njerëzit, se nëse mendon njeriu se është se nuk ka, mendon se nuk vlen kjo e kështu me radhë, kjo e bën koprac. Prandaj dhuratat, do të thënë ky aspekt për mirësinë e dhuratës duhet të jenë të vlerësohet, do të thënë akti i dhuratës. Vetë kjo ky gjest i dhurimit, ky vlerësohet, jo çmimi i dhuratës. Prandaj edhe nëse ka për shembull një misvak, nëse e jep, ajo është një pjesë e degës, do të thënë, ja jep dikujt, është për tu vlerësuar. Edhe mjafton që njeriu për shembull, sidomos kur vjen udhëtari prej larg, ose dikush për shembull ka shku në umre, edhe ka sjell misvaka. Edhe i thotë këtë e kam ble për ty apo stafate kështu. Kjo është diçka që shkakton gëzim te njeriu, edhe do të thënë se mendon se ky ka mendu për mu kur ka qenë atje, edhe pse nuk ka pas më shumë. Pastaj ka thënë një poezi nga Ibn Zinxhi, me disa vargje, po me rëndësi është që ka thënë la tahqiranna min al-ihsani mahqaratan. Ahsin fa aqibatu al-ihsani husna'u. Do të thënë mos e nënçmo asnjë bamirësi, asnjëherë mos e nënvlerëso, se por thot bëj mirë, sepse rezultati i bërjes mirë është mirësia. Fiton mirë. Do të thënë kur bën mirë, patjetër se fiton mirë, dhe nuk është, e kemi përmendur më herët, nuk është e vërtet se ata që thonë njerëzit se bën mirë gjej keq, kjo nuk ndodh. Do të thënë patjetër ai që bën mirë do të gjej mirë. Edhe në dunja dhe më shumë në ahiret. Edhe besimtari i mendon ato të mira për në ahiret. Dhe Allahu ka thënë hal jazaa'ul ihsani illa al-ihsan. Do të thënë shpërblimi i bamirësisë nuk është tjetër përveç se bamirësi. Patjetër do të gjeje të mira njeriu që ka bërë të mira. Pastaj ka thënë do të thënë ka transmetuar nga Mejmun, se ka thënë men radhiya min khullatil ikhwan bila shay, do të thënë kush do që të ketë vëllezër shok pa asgjë, do të thënë pa dhënë asnjëherë asgjë, atëherë le të vëllazërohet
banorët e varreve, do të thënë me të varrosurit. Atyne nuk ka nevojë as me u dhënë diçka, as nuk pret prej tyre diçka. Pastaj ka thonë Abdullah ibn Mubarak, do të thënë transmeton autori me zinxhirin e tij nga Abdullah ibn Mubarak se ka thënë këtë poezi, ma dhaqa طعم الغنى من لا قنوع له ولن ترى قانعا ما عاش مفتقرا. Do të thënë nuk e shijon ëmbëlsinë ose shijen e pasurisë njeriu pa pasur qanaa, si thamë më herët. Do të thënë të jetë i kënaqur me atë që ja ka dhënë Allahu. Pa marrë parasysh çfarë pasurie ka, nëse nuk e ka arritur këtë kënaqësinë me atë që e posedon, atëherë nuk e shijon ëmbëlsinë ose nuk e shijon, do të thënë, shijen e kësaj pasurie, dhe gjithashtu ka thënë asnjëherë njeriu që është i kënaqur me atë që e ka, nuk e gjen të varfër. Asnjëherë nuk ndihet ai i varfër. Wal urfu man yatihi yahmad awaqibahu ma da'a urfun walau awlaytahu hajara. Edhe thot gjithashtu bamirësia e mira që bëhet, më thëmë, pa tjetër do të sjell lavdi dhe falënderim. Edhe çdo herë pasojat e të mirave janë, do të thënë, diçka rezultate që falënderohen dhe nuk humb e mira. Nëse edhe i ke dhënë dikujt një gur, do të thënë, pa marrë parasysh me atë që ke pas mundësi, secili atë që ka mundësi, atë e jep, edhe me këtë, do të thënë, do të fitoj pa tjetër rezultate të mira. Pastaj ka transmetuar nga Muhammed al-Ghassani se ka thënë ka pasur, do të thënë, disa shkrues në ushtri, ose dikush, njëri prej shkruesve në ushtri, kur është kthyer prej luftës, do të thënë është kthy shkrues ose ushtar, do të thënë një ushtar kur është kthy në vendin e vet, disa vëllezër i kanë dhënë dhuratë. Mirë po njëri prej tyre ka qenë që nuk ka pas, do të thënë ka qenë me varfëri, të thot, edhe i ka sjell dy, do të thënë si dhuratë, dy gjëra. Një që quhet dukka, do të thënë kush ka jetu pak në vendet arabe kupton, këtë është një lloj mëlmese, një erëz që hidhet në disa ushqime, edhe tash e përdorin në veçanti për Ramazan, i hedhin kosit, atë edhe përzin, edhe është bëhet shumë i shishëm. Do të thënë i ka dhënë kështu pak dukka, edhe i ka dhënë një sapun. Do të thënë sapunët që i kanë prodhuar ose disa gjethe, do të thënë që janë përdorur si në vend sapunit. Do të thënë këto dy gjëra ja ka dhënë dhe i ka shkruar. Ja ka shkruar një letër, do të thënë me këtë dhuratë, ka thënë law tammat al-irada ju'iltu fida'ak bi bulughi an-niyyati fihi. Thot sikur të ishte plotsu kjo që e kam pas një jetë edhe që e kam dashur, më thënë me pas saktu Allahu subhanahu wa taala ta arri atë që dëshiroj dhe të më kishte furnizu me më shumë, do më thënë këto të dyja do t'i kisha mbush edhe me shumë mirësi të tjera dhe do t'kisha dalë më mirë se gjithë ata që kanë dhënë shumë. Do më thënë, do të kisha dhënë dhurata edhe më të mëdha. Mirë po, posedimet e mia janë të më të vogla se sa idealet e mia. Do më thënë, dëshirat edhe atë që dua janë shumë, mirë po, kam pak. Kështu që, do më thënë, unë mbeta vetëm në këtë mirësi, do thotë. Mirë po, pse e thot i solla vetëm këto, nuk desha që të mbyllet ajo fleta e bamirësve, më thënë, pra të vinë gjithë ata që dhurojnë ty, ata dashamirë që të dhurojnë, edhe të mbaroj lista e tyre, unë mos jem aty. Më thënë, desha edhe une me marr pjesë, edhe pse i kisha vetëm këto pak, do më thënë. Pastaj thot se kjo e para, është diçka që jep bereqet edhe knatësi, do të thënë këtë mëlmesën kur e përdor në ushqim, do bën të ndihesh mirë, kurse e fundit është që të jep pastërti dhe dobi. Do të thënë me të dyja do të përfitosh inshallah. Megjithse mbetet emri i taksir, do të thënë
dhe me i mangët, se pak kam dhënë. E di se e kam, vazhdoj ta kem këtë emër, se jam, do të thënë pak që kam dhënë. Mirë po, përveç kësaj, do të thënë për mu, le të vlej fjala e Allahut, lejsa ala ad-du'afa'i wala ala al-marda wala ala alladhina la yajiduna ma yunfiquna haraj. Do të thënë nuk kanë problem ose nuk janë të ngarkuar me ndonjë përgjegjësi të dobtit ose të smurët ose ata që nuk kanë çka të japin. Do të thënë nuk kanë, kjo është për në luftë, i ka përmendur Allahu, do të thënë këta njerëz të cilët nuk kanë mundësi të shkojnë në luftë, ose janë të smur, ose nuk kanë asnjë lloj pasurie që ta financojnë vetveten për të marrë pjesë në luftë, për ata nuk ka përgjegjësi. Do të thënë këto e ka përmendur këtë ndodhi që të mësojmë diçka. Thotë dhurata kur jepet, shumë është me rëndësi fjala dhe mënyra me cilën shoqërohet kjo dhurata. Pra nëse, siç thamë, nëse vjen njeriu për shembull nga Medinja, edhe thotë mu kujtove ti edhe desha mos të vi pa të pru një dhurat, mirë po nuk kisha mundësi, asë më dolën për ushqim, për shembull parët që i kisha, po ta bleva këtë misfak, të më thënë veç pse mu kujtove ti e kështu, kjo është me domethënie të madhe. Por nëse vjen dikush thot, edhe pse vlera është shumë e vogël e asaj, por nëse vjen dikush me një dhuratë shumë të shtrenjtë, edhe thot, këtë dhuratë e kisha ble për filanin, mirë po ai ka shku, nuk ka mund me adhan me retitash, atëherë kjo nuk e sjell atë vlerë në zemër, siç e sjell, do të thënë, mënyra e paraqitjes së dhuratës. Prandaj me rëndësi, siç thamë, është domethënia e dhuratës më shumë se sa çmimi ose vlera monetare e saj. Pastaj ka thënë autori rahimahullah, haddathana Muhammad ibn Yusuf, do të thënë me zinxhirin e tij transmeton nga Humeid ibn Ma'juf, se ka thënë, babai i tij ka thënë, kuntu mimmen shahidal Hakem ibn Huntab bi Membij. Do të thënë, isha prezent kur vdiq Hakem ibn Huntab në Membij, dhe përpara se të vdes, e pa, do të thënë se ka ardhur vështirësia dhe ka ardhur momenti i vdekjes, ka thënë dikush prej njerëzve, Allahumma hawwin alayhi al-maut, do të thënë, o Allah, lehtësoja vdekjen, se ka qenë kështu, ka qenë i mirë, ka qenë bujar, e kështu me radhë ka lëvdu. Pastaj i ka kalu kjo klapia e vdekjes, edhe atëherë i ka thënë kush foli kështu, ka thënë ai që ka fol, unë. Ka thënë se meleku i vdekjes thot, unë jam i but ndaj secilit njeri bujar. Edhe pastaj ka thonë, do të thënë pas një kohe sikur ju fik kandili edhe vdiq. Do të thënë ka vdekur në mënyrë të lehtë, sikur me fik qiririn, do thotë. Atëherë kur ka marrë vesh Ibnu Harma, thot, që ka qenë poet, ka marrë vesh vdekjen e këtij, ka thënë sa'ala 'anil majdi wal ma'rufi ayna huma fa qultu innahuma mata ma'a al-hakem. Do të thënë më pyetën ku janë, do të thënë, madhëria, bamirësia dhe bujaria. Pra i ka përmendur dy, majd, madhështi, dhe ma'ruf, bamirësi. Ku janë këto, madhështia dhe bamirësia? Thot, i thash, vdiqen me Hakemin, do të thënë Hakem ibn Huntab. Vdiqen me njeriun, thot, mata me ar-rajulil mufi bi dhimmetihi yawm al-hifadhi idha lam yufa bi dhimami. Do të thënë vdiqen me këtë njeri që i ka çuar në vend të gjitha amanetet edhe i ka ruajtur në ato ditë ku askush nuk i ruante amanetet. Thot madha bi Membij law tumbash maqabiruha min at-tahaddum bil ma'ruf wal karami. Thot tani nuk s'ka mbetur në Membij dhe një mirësi dhe bujari, përveç se me hap varrët, do të thënë me gjet këta njerëz të mëdhenj që kanë qenë kështu bamirës dhe që kanë dhënë dhurata, kanë pas bujari, kështu me radhë. Pastaj thot, transmetohet me zinxhir, transmeton autori rahimahullah, se është pyetur Mughira ibn Shu'ba radhiyallahu anhu,
Ka thënë ma baqiya min ladhatik, çfarë kënaqësie të ka mbetur në këtë jetë? Ka thënë al-ifdalu ala al-ikhwan, do të thënë t'ju bëj mirë vëllezërve, me atë nderoj, me dhurata ose me shërbim ose me mikpritje kështu me radhë. Kam thënë faman ahsanu an-nasi 'aishan, do të thënë kush e ka jetën më të mirë ose kush e ka furnizimin më të mirë, ka thënë ai që me jetën e tij jetojnë të tjerët. Do të thënë sa është gjallë ai, përfitojnë të tjerët prej bujarisë së tij, ai e ka jetën më të mirë. Kam thënë kush e ka jetën më të keqe, ka thënë me la ya'ishu bi'aishihi ahad, do të thënë që për shkak të jetës së tij nuk jeton askush. Do të thotë nuk ka pse është gjallë ose i vdekur dikush, nuk ndikon te njerëz të tjerë. Ky është transmetimi i fundit, do të thënë në këtë temë. Pastaj tema e radhës, tema 44, thot dhikru istihbabit tafriji anin nasi bi qada'i al-hawaij. Do të thënë preferenca ose pëlqyeshmëria e lehtësimit ndaj njerëzve. Do të thënë t'ju lehtësosh gjendjen njerëzve duke u kryer ato nevojat që i kanë. Do të thënë t'ju bësh jetën më të lehtë, t'i sjellësh mirësi dhe lehtësim, duke i ndihmu për nevojat dhe duke i përmbush, duke e kry plotësisht për shembull nevojën e dikujt. Ky është titulli i temës. Thot أخبرنا أبو عمرو محمد ابن محمود النسائي قال حدثنا حميد ابن زنجوية قال حدثنا محاضر ابن المورع عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال thot nga Abu Huraira radhiyallahu anhu transmetohet se ka thënë i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam ka thënë man naffasa an akhihi kurbatan min kurabi ad-dunya naffasa Allahu anhu kurbatan min kurabi yawm al-qiyamah. Do të thënë kush ja largon vllajt vet një vështirësi prej vështirësive të dunjas, Allahu ja largon atij një vështirësi prej vështirësive të ditës së gjykimit. ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. Kush ja lehtëson borxhliut, do të thënë që ka vështirësi për kthimin e borxhit, ja lehtëson, Allahu atij ja lehtëson çështjet në dunja dhe në ahiret. ومن ستر على مسلم ستر الله عليه في الدنيا والآخرة. Kush ja mbulon tmetat muslimanit, Allahu atij ja mbulon tmetat në dunja dhe në ahiret. Wallahu fi auni al-abdi ma kana al-abdu fi auni akhihi. Dhe Allahu është vazhdimisht në ndihmën e robit të tij, përderisa robi i tij është ndihmën e vllajt të tij. Ky është hadith sahih që e transmeton Imam Muslimi në Sahihun e tij dhe të tjerë prej dietarëve të hadithit. Pra këtu e shohim ka përmendur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam disa aspekte të bamirësisë. Dhe e para është ajo që lidhet me temën, domethënë kush ja lehtëson një vështirësi vllajt vet. Pra e sheh që ka ndonjë vështirësi, qoftë ajo në shëndet, domethënë ose në pasuri, ose në familje, ose në punë, domethënë nëse dikush është i smur, edhe nëse di ndonjë ilaç, ja ofron për t'ia lehtësuar këtë vështirësi, ose ndihmon, domethënë për në skamje, në vështirësitë e lloj-llojshme, atëherë me këtë ndihmë ndaj vllajt tant ose lehtësim ndaj vllajt, Allahu t'i lehtëson vështirësitë e ditës së gjykimit. Dhe atëherë është momenti kur njeriu është më së shumti nevojtar për lehtësim. Atëherë kur ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam zbret dielli deri, domethënë shumë afër kokave të njerëzve, edhe njerëzit zhyten në djersët e tyre nga vështirësia e atij momenti. Pastaj vetëm vështirësia e pyetjeve nga Zoti i gjithësisë subhanahu wa taala, do të thënë është vështirësi e madhe. Prandaj ai që ja u lehtëson njerëzve vështirësitë në dunja, pa marrë parasysh a është, do të thënë diçka që do të kishte qenë obligimi i tij. Thotë edhe nëse lehtëson vështirësitë atyre që e ke obligim të kujdesesh për ta, por edhe të tjerë që nuk e ke obligim. E sheh një vëlla tant në Islam, edhe e sheh që ka vështirësi, mundohesh me ndihmu dhe me lehtësu, atëherë do thotë Allahu t'i lehtëson vështirësitë e kësaj ditës së gjykimit, ditës më të vështirë. Pastaj ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kush ja lehtëson borxhliut që ka vështirësi, domethënë ta kthej
Pra vjen momenti për kthimin e borxhit dhe nuk ka mundësi, jo se është tradhtar, mirë po, shihen rrethanat e tij, atëherë çdo lloj lehtësimi, për shembull duke ia shtyr afatin, ose duke i heq një pjesë të borxhit, ose domethënë duke ndihmu me lloj forma për larjen e borxhit, atëherë Allahu thotë ja lehtëson këtij njeriu vështirësitë e dunjas dhe ahiretit. Edhe për mbulimin, kemi thënë, mbulimin e tmetave, nëse ka vllai jot dhe një mangësi ose dhe një tmet, pra kush ja mbulon, atëherë Allahu ja mbulon atij tmetat në dunja dhe në ahiret. Kurse për të kundërtën ka thënë pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem, kush ja zbulon, ja demaskon vllajt vet tmetat, atëherë Allahu ose thot kush i ndjek tmetat e vllajt vet, Allahu i ndjek tmetat e tij. Dhe nëse Allahu i ndjek tmetat e robit, atëherë do ta demaskoj dhe do t'ja heq perden, edhe nëse është brenda në shtëpinë e tij, do të shihet ligësia e tij. Dhe si komplet për gjitha këto, ka thënë Allahu është ndihmën e robit të tij, përderisa robi është ndihmën e vllajt të tij. Thot autori rahimahullah, pra njeriu i mençur ose al-wajib ala al-muslimina kaffa, do të thonë është obligim i të gjithë muslimanëve që të jenë nasihatul muslimin, do të thonë të jenë këshilltar dhe të çiltër për muslimanët. Edhe për këtë temë folëm më herët se ka thënë pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem, ad-dinun nasiha, do thotë feja është këshilla. E gjithë feja islam ose feja, do të thonë shtylla kryesore dhe ajo prej cilës mvaret fetaria e njeriu është që të jetë këshillues dhe të jetë i çiltër, i sinqert ndaj muslimanëve të tjerë. Dhe pjesë e kësaj, çiltërsia dhe këshilli është, do të thonë ndihma për këto vështirësi. Dhe duke u munduar, do të thonë që t'i largoj brengat dhe vështirësitë e muslimanëve, sepse siç është në hadith, kush ja largon një breng ose një vështirësi muslimanit, Allahu ja largon atij një breng dhe vështirësi të ditës së gjykimit. Dhe thot kush mundohet për t'i kryer nevojat e të tjerëve dhe nuk i kryen, nuk arrin, do të thonë që ta plotësoj, atëherë ky nuk ka qenë i mangët. Do të thonë është mundu, e ka pas se ka një vështirësi, qoftë edhe nëse mundohet njeriu me autoritetin e tij. Kam thënë, pra sadakaja nuk është vetëm me pasuri. Ka sadaka me pasuri, ka sadaka me fjalë, se ka thënë pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem, el kalimatu tayyiba sadaka. Do të thënë fjala e mirë është sadaka. Edhe kur e sheh në një vështirësi edhe një fjalë të mirë që ja lehtëson gjendjen, edhe nëse nuk ke mundësi me ndihmu në asnjë mënyrë. Po nëse i thu se kjo i ndodh secilit, mos u brengos se është diçka e zakontë ose kështu, edhe kjo është sadaka. Edhe me fjalë, do të thonë, edhe me trup, gjithashtu mund t'i japë sadaka njeriu, ndihmon me punë fizikisht për kryerjen e një nevoje të dikujt. Edhe me autoritet, do të thonë nëse ka një të njohshëm, do të thonë dikun që mundet me ja kryer atë punë, këtu duhet njeriu me dhënë sadaka me autoritetin e tij, sepse shumë prej njerëzve janë shumë koprac me këtë autoritet. E ka të njohshmin, mirë po e ruan vetëm për interesat e veta. Dhe këtu, do të thënë, shfaqet gjithashtu shpenzimi i autoritetit për të mirën e muslimanëve. Dhe nëse njeriu është mundu me gjitha këto që i ka, është mundu, por nuk ka përfundu, do të thënë, ajo vështirësi për shembull, ose ajo nevojë nuk është plotësuar, ky nëse e ka dhënë mundin e vet sa ka pas mundësi, atëherë është gjithsesi i falënderuar, edhe pse nuk është plotësuar. Dhe njeriu thotë Allahu e shpërbleft filanit se nuk la asgjë mangët, domethënë ishte i plotësoi të gjitha mundësitë, mirë po nuk ishte e shkruar, domethënë që të kryhet kjo punë ose kjo nevojë. Dhe më e lehta që fiton njeriu është që meriton të lëvdohet për përpjekjen. Edhe pastaj thot wal ikhwan yu'rafuna 'inda al-hawaij. Pra vëllezërit njihen në raste të nevojave. Dhe si dhe familjarët njihen në rast të varfërisë. Se me të vërtet kur
Do të thënë prapë shikoni këto, e kemi thënë nga fillimi, e kemi përsëritur disa herë se këto urtësi edhe fjalë të mira, do të thënë ne i kemi të mjaftueshme. Kjo është prapë them para 1100 vjetëve ka vdek autori i këtij libri, kurse tash këto fjalë na transmetohen sikur nga popujt tjerë, sikur nga mosbesimtarët i kemi marrë, dhe sipas gjendjes faktike, do të thënë më shumë shihet se ata i kanë marrë prej neve, kurse ne kemi lënë mangët, do të thënë ta lexojmë këtë pasuri, këto thesare që i kemi. Pra, vllau i mirë në ditë vështirë, ka thënë Ibn Hibban, pra vëllezërit njihen në vështirësi dhe në nevoja. Dhe gjithashtu familjarët njihen në varfëri. Do thotë kur bëhet i varfër njeriu, atëherë shihet këta familjarët kanë qenë, madje do të thënë në shumë raste edhe gruaja dhe fëmijët. Kur varfërohet njeriu, atëherë shihet morali dhe dashuria e tyre e vërtetë. Se kur është i pasur, do të thënë ka shumë dashamir kur është njeriu i pastër, i pasur. Por kur varfërohet, atëherë shihen edhe familjarët, sepse thot në gjendje të rahatisë ka shumë shok. Do të thënë shtohet numri i shokëve, dhe shoku më i keq është ai që e lën balt shokun në momentin e nevojës. Edhe nuk e ndihmon, do të thënë në atë moment ku pritet t'i gjendet shokut të tij, se ka thonë sikur një vendi më i keq është ai i cili nuk është pjellor, do të thënë ku nuk ka tokë pjellore dhe nuk ka siguri. Do të thënë ai është vendi më i keq për të jetuar aty. As nuk ka prej tokës çka të përfiton, por edhe duke ekzistuar aty nuk je i sigurt prej sulmeve. Do të thënë ajo është toka më e keq. Edhe në këtë mënyrë vllai i keq është ai që në momentin e nevojës nuk gjendet askund. Pastaj ka thënë Kurejzi, khairu ayyamil fata yawmun nafa'. Do të thënë khairu ayyamil fata yawmun nafa', wastina'u al-'urfi abqa mustana'. Do të thënë dita më e mirë e njeriut është dita kur ai i ka bërë dobi dikujt, ka sjell ndonjë dobi. Dhe bërja e të mirave është ajo prodhimi që mbetet për gjithmonë. Do të thënë me bë të mirë të tjerëve, do të thënë do të mbetet ma yunalu al-khayru bi sharri wala yahsudu az-zari'u illa ma zara'. Do të thënë nuk fitohet e mira me të keqe. Nuk fitohet asnjëherë, nuk fiton kur të bësh keq, nuk gjen mirë. Patjetër se do të gjesh keq. Dhe la yahsudu az-zari'u illa ma zara'. Edhe të shëmbjellës do të korrësh. Do të thënë gjithashtu kjo Kurejzi, do të thënë autori e ka mësuar nga dikush tjetër më herët. Do të thënë ai bujku e korr vetëm atë që e mbjell, ka thënë. Laysa kullu ad-dahri yawman wahidan, rubbama hatta al-fata thumma irtafa'. Do të thënë gjithë jeta nuk shkon në një shkallë çdo herë. Ndonjëherë njeriu bie, ndonjëherë ngrihet. Do të thënë nuk janë gjendjet e njëjta, prandaj nuk duhet të dëshpërohet dhe të jetë gjithmonë bamirës. Edhe mos mendoj njeriu kur është i fuqishëm se atëherë ose është i pasur, se nuk ka nevojë për askënd, por duhet të sjell të mira për ditët e vështira gjithashtu. Do të thënë sjell të mira, ju bën mirë njerëzve, ju ndihmon. Edhe ndoshta një ditë ai do të mbetet pa asgjë dhe do të ketë nevojë për të tjerët. Dhe padyshim edhe kjo, edhe nëse nuk ndodh kjo në dunja, padyshim se në ahiret do të ndodhe. Edhe do të ketë nevojë njeriu edhe për një jetë mirë shumë të vogël. Edhe atëherë në ditën e Kiametit i gjen ato të mira dhe e ndihmojnë këto bamirësi dhe ja lehtësojnë gjendjen. Pastaj transmeton autori rahimahullah nga Hasan al-Basri se ka thënë qada'u hajat, do të thënë thot transmetuesi prej tij, kana al-Hasan yaqul, do të thënë Hasan al-Basri thoshte çdo herë, e ka përsërit këtë fjalë, ka thënë qada'u hajati akhin muslim, do të thënë me akry në një nevojë një vllajt musliman, ahabbu ilayya min i'tikafi shahrain. Më shumë është e dashur tek unë se me bë i'tikaf 2 muaj. Do të thënë më mirë disa çaste me ndihmu një muslimani se sa me bë i'tikaf,
Do të thonë itikaf për të bërë ibadet, namaz, agjerim dhe dhikr, lexim të Kuranit e kështu me radhë. Pse kanë thonë këta? Se në përgjithësi është e njohur se ibadetet me të cilat njeriu i afrohet Allahut janë dy llojesh. Ibadete për të cilave përfiton veç njeriu dhe ibadete që përfiton vetë dhe dobia e saj kalon edhe tjetër kujt. Dhe patjetër muslimani duhet të baje prej gjitha llojeve të ibadeteve. Do të thënë krejt këto që i ka bërë të ligjshme Allahu subhanahu wa taala, njeriu duhet të bëjë lloj-llojshmëri në to. Dhe kjo nuk do të thonë se më mirë mu marr me problemet e njerëzve sesa me fal namaz. Do të thënë namazi është obligim. Edhe obligimet e tjera duhet t'i kryejë njeriu. Por edhe ato që janë nafile, patjetër njeriu duhet me pas një kohë të veçantë ku veçohet për ta adhuruar Allahun subhanahu wa taala. Kjo është edhe më e pastër për niyetin, por edhe e pastron niyetin edhe në gjendje tjera, se nëse është gjithmonë vetëm në kontakt me njerëz, atëherë do të fillojë zbehet niyeti që është vetëm për hir të Allahut. Por duhet ta di njeriu se ibadetet kur flasim për nafile, çdo ibadet nafile që përfitimin e ka vetëm njeriu prej tij, është ibadet i mirë, mirë po ai që është ibadet që i kalon dobia edhe të tjerëve, është ibadet edhe më i mirë. Si ka thonë, për shembull, Imam Ahmedi kur e kanë pyet për të folur kundër bidatxive. Kanë thënë një njeri që falet, agjiron, bën itikaf, është ai më i mirë apo një njeri që flet kundër njerëzve të bidatit? Ai ka thonë, ai që falet, agjiron, bën itikaf, do të thënë e ka për vete. Mirë, shumë mirë për ta. Mirë po ky që flet kundër njerëzve të bidatit, do të thënë e ka dobin për musliman përgjithësi, dhe ky është më i mirë. Edhe çdo lloj nevoje ose vështirësi, edhe kur është ndoshta na kaloi ta përmendim edhe harrojmë shumë herë se largimi i vështirësive në fe është dobia dhe ndihma më e madhe. Do të thënë nëse e shet dikan që nuk i ka të qarta çështjet e fesë, edhe thot mu kanë përzi se ky thot kështu, ai thot ashtu, ai thot, dhe angazhimi për ta sqaruar këtë ose për ta sjellë te njerëz të diturisë që t'ia sqarojnë, ose duke i dhënë dituri, do të thënë libra ose argumente që t'i kuptoj ato çështje, do të thënë edhe kjo hyn te largimi i vështirësive, edhe ndihma ose kryerja e këtyre nevojave që i kanë njerëzit. Pra në përgjithësi, Hasan el-Basri ka thonë, më shumë kam qef të angazhohem me ndihmë, duke u ndihmuar njerëzve, sesa të ri të bëj itikaf. Pastaj ka thonë autori rahimahullah se e ka thënë një poezi Ali ibn Muhammad al-Bassami, ka thënë sabiqul khairi wa badir bihi sabiq ila al-khairi wa badir bihi fa inna min khalfika ma ta'lam wa qaddim al-khaira fa kullu imri'in 'ala alladhi qaddamahu yaqdam ose yuqdim. Do thot nxito për të mira dhe parapri të mirave. Do të thonë çdo herë nxito përpara se të vijë vështirësia, përpara se të vijë angazhimi. Do të thonë, si ka thënë pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem, badiru bil a'mal. Do të thonë, paraprini me vepra të mira fitneve që do të vinë më vonë. Dhe këtu thot paraprime të mira, sepse është duke të pritur ajo që e di. Do të thënë e di se do të vijë vdekja, ose do të vijë pleqëria, ose ka mundësi të vijë varfëria. Do të thënë prandaj sot kur ke mundësi paraprime vepra të mira, edhe waqaddim al-khair, edhe çoje përpara të mirën. Do të thënë deponoje në ahiret, në konton e ahiretit, do të thënë depono vepra të mira, sepse secili do të shkojë te ajo që e ka çu përpara. Do të thënë atë që e ke deponuar për ahiret, tek ajo do të shkosh edhe me atë do të merresh. Pastaj ka thonë me zinxhirin e tij ka transmetuar nga Ma'mar ibn Shejbe al-Khatib, thotë se ka thonë kur i erdhi vdekja Said ibn al-Asit, i tha bive të tij, o bitë e mi, kush do ta pranoj porosin time, këtë vasijetin ose testamentin tim, kush do ta pranoj? Ka thonë djali më i madh, unë do ta marr. Ka thonë në këtë porosi, do të thënë kam që të milash borxhet. I ka thonë sa ke borxhin o
baba im, ka thonë 80,000 dinar, 80,000 dinar. Kurse 1 dinar është monedhe ahrit. Pra mendoj sigur, do të thonë ato që i njohim në lirat, sigur 80,000 lira, do të thonë borxh. Ka thonë o baba im, për çka i ke marrë këto borxhe? Do të thonë është borxh shumë i madh. Ka thonë o biri im, i kam ndihmu njerëzve fisnik ose një njeriu fisnik, do të thonë për ta kryer atë zbrastiren që e ka pas, do të thonë ka pas të një vështirësi ose nevojë. Edhe njeri që njerëz, do të thonë të ktill ose njerëz që më kanë ardhur edhe kanë vërejtur në fytyrën e tyre se kanë vështirësi. Edhe i kam ndihmu përpara se të më kërkojnë, do të thonë nuk kam pritur që ta tregojnë atë nevojën, sepse kjo është poshtrim për njeriu. Edhe është e vështirë ti thot e kam këtë problema, mundesh me ndihmu e kështu me radhë. Kur ka ardhur, e ka vërejtur se ka diçka, atëherë e ka ndihmu pa fol. Edhe për këtë shkak, do të thonë nuk i ka marrë borxhet për lukse vetveta, për vetveta, do të thonë ose për shkapërderdhje të pasurisë, por i ka marrë, ka hyrë gjithë këto borxhe duke u ndihmuar njerëzve. Dhe thot autori rahimahullah, haqiqun ala man alima ath-thawab, do të thonë secili që e di shpërblimin është meritor që me të vërtetë që mos i pengoj ato të cilat i posedon, qofshin pasuri ose autoritet, siç thamë më herët. Do të thonë nëse e ke atë, nuk duhet ta pengosh që t'i bësh mirë njerëzve. Gjitha këto do të thonë t'i bëj përpara se t'i vijë vdekja e njeriut, kështu që do të thonë të ketë mirësi të shumta, edhe që mos vijë vdekja dhe pastaj të jetë pishman pse nuk e kanë bërë këtë, pse nuk kanë bërë më shumë mirë kështu me radhë. Thot wal aqilu ya'lamu anna man sahiba an-ni'mata fi dar az-zawal lam yakhlu min faqdiha. Do të thonë njeriu i mençur e di se ai që i ka gjithmonë të mirat në këtë botën kalimtare, patjetër do të ndahet prej tyre. Kurse ai që i përgatit ato të mira për botën e përhershme, do thotë me ato do të bashkohet patjetër. Pastaj ka thonë një rast ka treguar me Ebul Atahia, do shta e keni mësu emrin e tij, se ka disa poezi të bukura, disa janë përkthyme shqip. Ebul Atahia ka shku te Harun al-Rashid, edhe i ka thonë Harun al-Rashid, sel ja Ebul Atahia, do të thonë kërko çka ke nevojë Ebu Atahia. Ka thonë idha kana an-nawalu bi badli wajhin fala qurribtu min dhaka an-nawali. Do të thonë nëse e arritura, do me nëse pasurinë e fitoj duke shpenzu fytyrën time, atëherë mos më afroft asnjëherë ajo pasuri. Do të thonë nëse duhet me kërku edhe me lut dikan, atëherë nuk i duhet t'i arri ato të arritura. Por nëse më vjen diçka pa kërku prej njerëzve, pa harxhu fytyrën time, do të thonë, atëherë në rregull. Pastaj thot, ka thënë Abdulaziz ibn Sulejman al-Abrash, yabqa ath-thana'u wa tanfadu al-amwal. Do të thonë mbetet lavdia, lëvdata, mbetet, kurse pasuria harxhohet. Wa li kulli dahrin dawlatun wa rijal, edhe secila kohë ose secili mejdan i ka ata burrat e vet dhe ato shtetet e veta. Ma nala mahmadat ar-rijali wa shukrahum illa as-saburu alayhim al-mifdal. Do të thonë nuk ka mundësi të arri lëvdatën e njerëzve, as falënderimet e njerëzve, nuk i arrin kush përveç atij që është durimtar dhe bamirës. Do të thonë që i duron shqetësimet e tyre, sjelljet e këqija, është durimtar ndaj tyre dhe gjithashtu edhe u bën mirë. Pastaj ka përmendur shumë raste prej selefit. Një prej tyre thot se ka ardhur një njeri te Yahya ibn Talha ibn Ubaidillah. Do thon Talha ibn Ubaidillah, ky sahabi që është një prej të përgëzuarve me xhenet. Djali i tij, Yahya ibn Talha ibn Ubaidillah, ka shku një njeri
një çun i ri, domethënë, edhe ka thonë më jep diçka, se jam nevojtar. Edhe i ka thonë Jahja, i ka thonë shërbetorit vet, jepja çka kemi këtu. Çka kemi, domethënë, atë jepja, i ka dhënë 20.000 dirhem. Atëherë i ka marrë ky, edhe janë duk shumë të rënda. Edhe është ulur, ka fillu të qaje. I ka thënë Jahja ibn Ubejdillah, ma ju bëkik, domethënë pse qanë, a të duken pak këto që t'i dham, a do edhe ma shumë? Ka thënë la wallahi mastaqlaltuha, nuk më duken pak, mirë po qava, si ka mundësi që toka t'i haj këta njerëz që kanë këtë bujarisi ti. Domethënë se do të vijë një ditë, edhe ti do të vdesësh. Pra ai e ka shikuar një aspekt të këta njerëz të mirë vdesin dhe i ha toka, humbin, edhe paksohet mirësia në mesin e njerëzve. Atëherë i ka thënë Jahja, hadha alladhi qultahu lana aktharu mimma a'taynak. Domethënë këtë që na i the është më e madhe se ajo që ta kemi dhënë ne. Domethënë kjo këshill, ky përkujtim për vdekjen është më i rëndësishëm se pasuritë e dunjas. Domethënë më e rëndësishme është që të kemi njerëz që na përkujtojnë se do të na vijë vdekja. Pastaj ka thonë më vonë ka transmetuar autori rahimahullah nga Omer ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, thot la tas'alu an-nasa fi majalisihim wa masajidihim fatufhishuhum. Domethënë mos i kërkoni njerëzve në xhami ose në tubime. Domethënë para tjerëve, mos i kërko nëse ke ndonjë nevojë për dikën, mos ja kërko para tjerëve, as mos ja kërko në xhami, sepse i bën keq, domethënë atij. Por kërkojni në shtëpitë e tyre ose në vetmi, domethënë, nëse ka nevojë të kërkosh prej dikujt, atëherë kërko privatisht. Faman a'ta wa man mana. Atëherë kush jep, kush nuk jep. Domethënë është atëherë shihet realiteti i atij njeriu. Shpjegon këtu autori rahimahullah se thotë duhet njeriu nëse është bujar, edhe është njeri me moral të lartë, edhe i kërkon sy gjithëve, atëherë patjetër i bën dëm. Nëse nuk ka mundësi që t'jape, atëherë është i poshtrum, edhe ndoshta e ngarkon me diçka që nuk ka, ndoshta do të ngarkohet patjetër, edhe do ta dëmtoj vetveten, pra nëse është prej këtyre njerëzve që e kanë këtë bujari. Ky është një aspekt, edhe aspekti tjetër gjithashtu se e themi ne, domethënë se është shkak për syfaqësi. Domethënë që njeriu jep përpara syve të tjerëve, ajo është e rrezikshme. Por ka thënë autori thotë atij njeriu që nuk është bujar, kopracit, është më mirë nëse ke nevojë patjetër prej atij kopracit me kërku diçka, ose prej të poshtrit, ndonjëherë të sjell nevoja tek ai, atëherë më mirë është në publik me kërku. Se ai nuk e bën të mirën për hir të Allahut. Edhe nëse ja ke kërku privatisht, të refuzon. Por nëse ja kërkon publik, atëherë zakonisht ata e bëjnë një të mirë për sytë e njerëzve. Edhe thot në këtë rast domethënë atij, mirë po, asesi njeriu nuk duhet ta poshtrojë vetveten te njerëz të ulët. Edhe thot më mirë me ngran rranj edhe me thith gurin, domethënë, më mirë se sa mi kërku këtyre njerëzve të poshtër. Pastaj thot transmeton nga Sa'id ibn Salam ibn Qutayba ibn Muslim al-Bahili. Domethënë ky Sa'id ibn Salam i biri Qutayba ibn Muslim është prej fisit Bahil. Dhe ka qenë duke udhëtu, do thot për haxh. Thot isha për haxh dhe kisha disa deve të ngarkuara, domethënë ka mbledh për udhëtimin e tij. Dhe duke ecur, domethënë u bezdisa me net në deve, zbrita të ecin kam, domethënë kurse deveti ka pasur me mall, do thot duke shku për haxh, kur ka dalë një beduin, edhe i ka thënë, o djalosh, të kujt janë këto deve?
Ky ka thonë të një njeriu prej fisit bahil. Ka thonë, e çuditshme wallah, si Allahu i ka dhënë bahiliut, më thënë dikujt prej fisit bahil, ti ke dhënë gjithë këto mirësi. Ka thonë, atëherë, demek ky beduini e ka urryer këtë fis. Edhe ka thonë, ata janë njerëz të këqij, më thënë si Allahu ja ka dhënë gjithë këto të mira. Atëherë thotë, e kisha një qese me para, ku ka pas 100 dinar. Edhe ja dhash, i thash meri këto, a i tha, Allah të shpërbleft me të mira, bash kisha nevojtë, më thënë tani jam nevojtar për këto, edhe u qëllu. I ka thonë, o beduin, a do të kishe dashur t'i marrësh gjitha këto devet dhe të bëhesh ti prej fisit bahil, do më thënë, ja. A i ka thonë, asësi, do më thënë, nuk du t'jem prej tyre. Ka thonë, a do të kishe dashur që të hysh në xhennet për shkak se je bahili. Ka thonë, do të kisha dash të shkojnë në xhennet, mirë po mos e din banorët e xhennetit se janë prej fisit bahil. Do të thënë, shumë ka pas urrëtie. Atëherë ka thonë, o beduin, ka thonë, këto deve janë të mia, unë jam prej fisit bahil. Atëherë ja ka kthyer atë qesen, edhe i ka thonë, do të thënë nuk e du. Ka thonë, subhanallah, ti përmende se bash ke pas nevojë për këto, do të thënë çka ndodhi. Ka thonë, nuk du që të dalë para Allahut, duke i pas borxh dikujt prej bahilive, do të thënë prej fisit bahil. Edhe thotë, pra këtë histori e ka përmendur ai, subhanallah shumë prej dietarëve kanë thonë se kjo është prej të këqijave, të këtij njeriu që i ka përmendur kështu në çmimin e popullit vet. Thotë nuk lejohet, se thotë edhe ai vet tregon se ja kam tregu këtë khalifes Memunit, edhe ai ka thonë, është çudit, ka thonë wejhak ja Said, do të thonë i mirë ti Said, ma kana asbaraka alayhi, do thotë shumë durimtar pas ke qenë ndaj tij. Kjo fjalë do të thonë se e ka qortu, si i përmend këto fjalë që ta nënçmos gjithë fisin tënd. Thotë nuk lejohet që njeriu të nënçmojë një fis të plot. Edhe të thotë se nuk ka hajër te këta, ose një popull të plot, ose një racë të plot. Ajo është ndaluar në Islam. Edhe më keq është kur njeriu flet për popullin e vet, ashtu keq, edhe për fisin e vet ose familjen e vet. Edhe prandaj këto raste të këtilla, kur sigur ky, do të thënë që i kanë nënçmuar kaq shumë fisin e tij, nuk është dash ta përmendë, kanë thënë disa predietarë, nuk është dash ta tregoj këtë histori. Pastaj thotë, transmeton me zinxhirin e tij autori rahimahullah nga Hashim ibn al-Qasim, se ka thonë, e pyeta Selim ibn Qutayben, i kërkova Selim ibn Qutaybes një nevojë që e kam pas dhe ai ma plotsoi ata. Pastaj i kërkova më një herë një tjetër, edhe më çortoi, edhe tha e haxheteni fi haxhe, do të thonë dy kërkesa në një kërkesë i fut. Pastaj ka thonë, gjithashtu mos më kërko tani kur jam i uritur. Pastaj e ka kërkuar ushqimin, ka hangër drek, edhe atëherë i ka thonë tregoj cila ishte nevoja tjetër e tij. Dhe ka thonë nuk i ke dëgjuar si thon fëmijët, idha taghaddayta wa tabat nafsi, idha taghaddaytu wa tabat nafsi, falaysa fil hayy ghulamun mithli. Ka thonë kur të ha drek edhe ta ngopi vetveten, atëherë nuk ka në lagje një djalë si unë, do të thonë bëhem më i miri kur të jemi ngopur, illa ghulamun qad taghadda qabli, përveç në një fëmijë që ka ngrënë para meje, që ka qenë më herët, do të thonë ngim. Do thotë edhe kjo gjithashtu tregon se duhet kur njeriu i kërkon, pra këtu po flasim se si duhet me ja përmbush nevojat të tjerëve. Por edhe gjithashtu duhet edhe shfaqja e nevojës duhet jetë me mençuri. Kur është patjetër njeriu i kërkon të tjerëve, mirë edhe duhet me pas parasysh që mos jetë ai njeriu të cilit ja kërkon, mos jetë ai në nevojë.
Më thënë, ai vetë është nevojtar, për shembull, ose është i angazhuar në ndonjë problem. Më thënë, nuk duhet t'i shfaqet nevoja dikujt që për vete është i angazhuar dhe i vështirësuar. Pastaj ka thënë se nuk është mirë gjithashtu që për kryerjen e nevojave njeriu të kërkojë ndihmë nga armiku i tij. Thot autori, pra, la yajibu lil aqil, njeriu i mençur nuk duhet të kërkojë për kryerjen e nevojave prej armikut, ose prej ahmakut, ose prej mëkatarit, ose prej gënjeshtarit, ose prej dikujt që ai është nevojtar, do të thënë është i uritur në atë moment, dhe nuk duhet shumë të baje nevojë, do të thënë të kërkoje shumë kërkesa, por një nga një, do thotë sipas rëndësisë së atyre kërkesave. Dhe gjithashtu thotë se te njeriu bujar mjafton që të tregohet nevoja, pa shfaq kërkesën. Do të thënë mjafton që ta dije bujari se je nevojtar për diçka, nuk ka nevojë mi thon, ma bëj këtë ose ma kryej këtë. Po për shembull, nëse përmendet se ke një smundje ose ke një problem, për shembull për dokumenta ose diçka e tillë, ai njeri që është bujar, kjo i mjafton. Edhe është një fjalë e urtë që e përmendin arab, se kam dëgjuar nga Sheikh Uthemini rahimahullah, dhikru al-hajati inda al-karimi su'alun. Do të thonë përmendja e nevojës te njeriu bujar është kërkesë. Vetëm me thonë se e kam këtë problem, do të thonë është sigur mi thonë ma kryj këtë. Kurse edhe kërkesa te njeriu i poshtër dhe koprac nuk bën dobi. Thot se ka thonë Mansur ibn Muhammad al-Kurajzi, wa idha talabta ila karimin hajatan fasbir wala takul lil mitali malulu. Do thot kur të kërkosh prej bujarit ndonjë nevojë, bën sabër, prit, edhe mos u bën i bezdisshëm në kërkesë. La tudhhiran sharah al-harisi wala takun inda as-su'ali idha nahadta thaqilu. Do thonë mos shfaq si pangopsi ose lakmi të shumt kur kërkon diçka, edhe mos u bëj i rënd gjatë kërkesës. Pastaj po ashtu nga tjetri poet Muhammad ibn Ishaq al-Wasiti al-Ghazrami ka thënë: "Wa idha talabta ila karimin hajatan fa huduruhu yakfika wa at-taslimu fa idha ra'aka musalliman arafa alladhi hammaltahu fa ka'annahu malzumu." Do thot, kur të kërkosh prej njeriu të bujar ndonjë nevojë, atëherë veç prezenca e tij të mjafton dhe selami, vetëm i dhon selam. Dhe kur të shohë ai se si jep selam, do ta kuptoj nevojën që je duke e bartur, edhe atëherë i duket sikur është i obligum. Domethënë njerëzit me moral të lartë, kur e di se është dikush nevojtar, e ndjen veten sikur e ka obligim, patjetër ta kryej. Domethënë sigurisht që e përmendëm që ka hyrë borxhe të thella se kur i ka pa njerëzit, vetëm që i ka pa se kanë nevojë, ja ka kryer ato nevoja pa i detyruar që ata ta përulin vetveten edhe të kërkojnë. Edhe më në fund ka thonë, ka transmetuar nga Ibn al-Haft, thot, "Famarra yawman ala sa'ilin waqifin ala al-jisr", do të thonë ka kalu ky njeri pranë një lypsi në urë, do të thonë një lyps që ka qenë ulur në urë duke i lip, dhe duke thënë: "Allahumma rzuqil muslimina hatta yu'tuni." Ka thënë: "Allah, furnizoj muslimanët që të më japin." I ka thënë: "Tas'alu rabbaka al-hawala", do të thonë kërkon prej Zotit tënd transferta, do të thonë jepi atij që të më japë mua. Kjo është logjika e lypsit të përtacit, që kërkon, do të thonë të jetë i varur prej të tjerëve. Dhe kjo nuk është në rregull për muslimanin, do të thonë duhet të mundohet vetë ta siguroj vetveten, ta furnizoj vetveten, duke i kërkuar Allahut subhanahu wa taala. Pse kërkoj Allahut që ty të furnizoj, pse ti furnizoj të tjerë që të japin ty, do të thonë ajo nuk është në rregull.
Domethënë kjo qëllimi është se duhet ta mësojnë këtë etik edhe ata që duan të bëjnë mirë dhe t'u lehtësojnë vështirësitë të tjerëve, edhe ata që kanë vështirësi duhet ta mësojnë këtë etik që është në këto sqarime të bukura. Wallahu a'lam. Elusim Allahun e gjithfuqishëm me emrat e tij të bukur dhe cilësitë e tij të larta, që të na përmirësojë gjendjen tonë tërësi, mos na lër të mbështetur në vetët tona asnjë çast. Na jape prej të mirave që ai i di dhe të na ruaj prej të këqijave që ai di, si dhe të na fal gjunahet që ai i di, sepse ai është i gjithdituri për të gjitha të fshehtat. O Allah, na dhuro frikë ndaj Teje që na pengon prej mëkateve dhe gjunaheve, na dhuro bindje ndaj Teje që na çon në xhenetin tënd, na dhuro besim të paluhatshëm që na lehtëson sprovat e dunjas, na kënaq me dëgjimin, shikimin dhe fuqinë tonë sa të jemi gjallë dhe lëra të në trashëgim pas nesh, hakmeru për ne kundër atij që na bën padrejtësi dhe na ndihmo kundër atij që na armiqson. Mos na ços provën në fen ton, mos na e bëj dunjan brengën ton më të madhe dhe gjithë diturinë ton, dhe mos na çon mbi kokë dikë që nuk na mëshiron. Subhanak Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.